Tani është koha për këndin e rrëfimeve, ku shpeshherë në këtë studio kemi të ftuara gra shumë të zonja në profesionet e tyre, e një të tillë e kemi edhe sot, e kemi një avokate shumë të zonja, që të na tregoj për sfidat dhe vështirësitë në përgjithësi për jetën e saj. Bashkë me mua zonja Majlinda Sadikaj. Mirë se erdhë, shumë kënaqësi. Mirë si u gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jem pjesë e emisionit Fundjava me ju. Na ke zbukuru sot studion në këtë fundjavë, faleminderit shumë që gjete kohë, fillimisht, por duke shumë bukur si gjithmonë. Faleminderit, se ashtu. Si po ecin këto ditë për ty? Mirë, pak vështira, shumë angazhime, si në aspektin profesional, ashtu edhe personal. Po në përgjithësi, si është një ditë e Majlindës, sa i përket fillimisht aspektit profesional, por besoj që nuk është një punë me orar kështu. Është me shumë angazhime, sfida, me seanca gjyqësore, takime me klienta, një ditë shumë me plot angazhime. Po, profesioni i avokatisë e cekët që kërkon shumë angazhime, shumë takime, i ka ato sfidat e veta, e keni pas gjithmonë kështu në mendje që ta zgjedhni pikërisht këtë profesion? Po, patjetër, dhe për ata kam dalë avokate, sepse jam një tip shumë aktiv, edhe kam dëshirë të ballafaqohem me sfidat të ndryshme, dhe të jem aktive. Po, cilat kanë qenë ndër sfidat kryesore në fillim, ke pas ndoshta ato mendimet se si kemi dalë, se atë mundet me qenë ato vështirësi që kemi i haqë gjatë rrugës? Po, pasi që jam nën e 3 fëmijëve, ka qenë pak më e vështirë të ndaj pjesën profesionale dhe personale, por mendoj se ja kam dalë shumë mirë. Po, si nën e 3 fëmijëve, sa ka qenë vështirë fillimisht ndoshta me gjetë një balans në anën tjetër të mundu me i eduku, me i rritë fëmijët, edhe me qenë e zonja në profesionin tuaj? Po pasi që fëmijët i kam pak më të mëdhej, dhe kam kalu në vitin 2021 si avokate, ata pak sa u rritën dhe nuk kisha nevojë për kujdesin e tyre non-stop, edhe mundohem zakonisht kohën pas ditët, dhe pse të ne avokat është e pamundur, shkaku që edhe hesh mos me lënë takime, telefonatat nuk na ndalen, por prap mundohem të ja kushtoj kohën atyre. Po, të marrë parasysh që çdo ditë, po besoj që ballafaqohesh me raste nga më të ndryshmet. Sa është vështirë që ndoshta tashmë për shkak që je edhe nën, si grua, sa është vështirë mos me u përfshi ndoshta edhe emocionalisht në profesionin që ushtron? Është e vështirë për mos me u përfshi emocionalisht, zakonisht rastet kur të kem të bëjmë ndonjë rast me abuzime të mitur, ose ndonjë rast tjetër që direkt prekna si nën në atë rast, është e vështirë. Ka ndonjë rast gjithmonë në mënyrë konfidenciale që mundeni me cek si rast që ndoshta jeni përfshi më shumë emocionalisht? Një abuzim një të mitur. Ajo më ka perikull thellë emocionalisht. Si ka shku si proces pastaj? Ka qenë shumë e dhemshme, edhe shumë e ndjeshme, edhe çdo seancë gjyqësore ka qenë shumë emocionale, por ja kena dalë. Po, sa është vështirë që ndoshta klientët në përgjithësi të jenë 100% të sinqert me juve, që të tregojnë rastin ashtu siç është e vreni ndonjëherë kur ndoshta nuk është po e vrejna kur nuk na e tregojnë realitetin, e vrejna edhe ne, por mundohem çdo herë të jem të hapur me ta dhe të bindim të na e tregojnë komplet situatën siç ka ndodhur ngjarja deri atë ditë. Një prej rasteve që jeni përfshi më shumë emocionalisht, e cekët edhe një rast të abuzimit një të miture. Po. Pastaj, është ndoshta vështirë që në Kosovë të marrë parasysh rastet e shumta që janë që të profilizoheni si avokat? Po, është e vështirë të profesionalizohesh si avokat, por zakonisht për ati rastet të në me të mitur asnjë rast tjetër se kom marrë. Jo më prek shumë thellë. Atë shumë që ju ka ndiku pastaj? Shumë emocionalisht, pasi që e kam edhe 2 vajza në shtëpi, edhe s'ka mund të vazhdoj tutje. Do një rast tjetër, diçka që mundeni me ndameni që ndoshta e keni pas më të vështirë edhe ju personalisht? Edhe dhunat me familje janë të dhemshme, edhe janë shumë të prekshme, edhe ato. Dhuna në familje, të marrë parasysh që kohëve të fundit është folur shumë, viteve të fundit në përgjithësi fatkeqësisht për vrasjen e grave si fenomen, keni pas raste të tilla që... Jo, nuk kam pas, nuk i kam marrë, edhe janë shumë të ndhemshme. Po nëse prekeni pra ashtu siç e cekët emocionalisht dhe ndikoheni direkt, pastaj mundoheni që ndoshta këto probleme të themi profesionale që ti mos i bartni në shtëpi, sa është vështirë me nda punën prej familjes? Po, në fillim e kam pas vështirë, tash jo, jam ambientuar me këtë çështje,
Ama mundohem çdo herë të mos t'u jap hapësirë edhe mos të tregoj ngjarjet ose profesionin tim çfarë ndodh tërë ditën me bark në vetën në shtëpi. Mundohem të jem larg atyre në prezencën e fëmijëve dhe bashkëshortit. Po, në përgjithësi, keni pas në fillim paragjykime shkaku i gjinisë, ju besohet grave ky profesion? Po, Keni kam pas pas paragjykime, ma shumë rreth profesionalizmit dhe prezencës, por me punën, angazhimin, domethënë ja kom dalë, dhe çdo herë mundesh mu paragjyku për punën që e bën, se kur del me një punë tjetër, edhe starton si e re, me përkushtimin që e bën gjatë kësaj periudhe, atëherë suksesi, domethënë i mbulon tana paragjykimet. Kemi pas ndonjë moment kështu themi të dorëzimit, kur nuk keni ndje e plotësuar në punën që e bëni? Jo. Gjithmonë e keni di që është një punë që ju plotëson? Po, sepse e du, e bëj me përkushtim dhe profesionalizëm, edhe gjithherë ja dal. Po, si e sheni pozitën e gruas në përgjithësi në shoqëri, sa jemi përkrahase ndaj njëra tjetrës? Jena përkrahase, edhe mbështetim çdo herë njëra tjetrën. Do të thotë, po mendon që kemi fillu pak a shumë me u largu disa prej paragjykimeve? Paragjykimeve, po. Po në mendoj se paragjykimet më të mëdha janë kur ki rezultat dhe sukses. Ma shumë je paragjykuese. Po në përgjithësi, avokatet mes veti keni raport të mirë, konsultoheni me njëra tjetrën? Edhe konsultohem, kem raporte të mira dhe e përkrahemi, mbështesim njëra tjetrën. Për këshilla, për çdo sa jena mbështeset njëra tjetrës. Sa, për shkak që e cekëm edhe atë raportin me klientët në përgjithësi, atë besimin që munden me kriju ata tek avokatja në këtë rast, sa është vështirë ndoshta, sa ju duhet kohë për një proces të tillë, ka ndodhur që ndoshta thjesht keni kërkuar me shty seancë ose me ndryshu diçka? Jo, besimi me klient, unë mendoj që nuk mundesh me pas një përfaqësim të drejtë nëse nuk e ki besimin e një klienti. Besimi i klientit është i domosdoshëm të jetë të një avokat për mbrojtjen e tij të drejtë. Edhe klientat janë shumë kërkues derisa të fitojnë besimin te te. Por në çdo herë shoh se besimi është fitimtar në atë kohë kur klientët të cilët i kam asnjëherë nuk largohen nga unë, por përkundrazi, mi bin familjarët e tyre dhe shoqërinë e tyre. Do të pastaj fillon që të krijohet një rrjet, një besim. Një besim i tillë. Po, kemi parë që shumë shpesh ka komente nga më të ndryshmet, ku akuzohen, themi, paragjykohen avokatët në përgjithësi që e mbrojnë një person fajtor. Cila është pikërisht detyra e avokatit? Po detyra e avokatit është për ata dhe jena avokat për mbrojtjen tëre. Po na nuk paragjykojmë, edhe nëse nuk e pranojmë vetë me autorizim, se shpesh e refuzojmë do rastet e ndjeshme, atëherë neve na obligon oda dhe jemi të obliguar me etikën e odës të përfaqësojmë të panderën, të dyshuarin atë kohë, thamë, s'kemi ka ikon. Pra, çdo person ka të drejtë që të ketë një avokat. Edhe nëse ti nuk pranon me autorizim, atëherë patjetër se caktohet me detyrë zyrtare, cakton oda avokatëve, edhe nuk mundesh ta refuzosh. Po, nëse një person, për shkak që e cekët që caktohet edhe nga oda, nëse një person në aspektin financiar nuk mundet me përballu një avokat, është detyrë e shtetit që t'ja caktojë një? Po, është detyrë e shtetit, është obligim i shtetit, avokatin na financi pas detyrës zyrtare dhe paguhet nga shteti. Cilat raste po trajtohen më shumë të kohëve të fundit? Kemi diskutuar shumë shpesh edhe për pjesën e trashëgimisë, ndoshta nga vajzat që kërkojnë pjesën e tyre, pastaj pjesën e divorcit. Cilat raste i trajtoni ju më shumë? Unë mas shumë t'i kam raste penale, por edhe divorcit. Divorcit janë shumë shpesh të kohëve të fundit, edhe raste divorc ka shumë, ama unë mas shumë i rame penale. Çka trajton pikërisht një rast penal? Çka përfshin rastet penale? Po prej dyshimit deri në përfundim procedurës, varet vepra që është. Çfarë lloj veprash munden me qenë në këtë rast? Shpërlarje parash, tentimvrasje, kanosje, çdo vepër që është, vetëm vrasje jo. Po pjesën e divorcit që cekët që po ka raste të shumta, keni edhe këto ndoshta një farë ndjeshmërie tjetër të marrë parasysh që edhe vetë jeni nën? Po, sidomos kur kam fëmijë, ndjehem shumë emocionuar, edhe është e vështirë të ndahesh, sidomos kur njëri prej çifteve nuk dojnë të ndahen. Edhe zakonisht shkojmë me seancë të pajtimit, po prap nuk bin dakord,
Edhe ajo është shumë e dëmshme kur kam fëmijë. Po besoj që Majlinda e luan pak edhe atë rolin e psikologut në këtë rast. Po, patjetër. Diskutojna, mundohem t'i binë për mu bashku, për mu këthy, po zakonisht në mendoj që krejt përfundojnë, janë nisen prej nati dhe përfundojnë në divorc. Do thotë, zakonisht gjitha këto problemet bashkërtore fillojnë nga inatës mes vete, mes tyre, edhe përfundojnë në divorc, po. Ka ndodhur ndonjëherë kur ndoshta je përfshi aq shumë edhe në mënyrë emocionale, ke diskutuar me çiftin dhe ndoshta ka përfunduar mirë gjithçka mes tyre pa divorc? Po, 2 raste më ka ndodhur. Unë e kom pas klient për mënoj bashkëshortin, edhe kom lyp kontakt me gruan e tij, jam taku, kom folë me ta dhe 2 raste janë që masi e kom bë padim për divorc, jam pajtu. Si, çfarë ndjenje ka qenë kështu për juve? Se u banën bashkë dhe tash janë bashkë. Keni pastaj kontakt? Po, patjetër. Më thirrën shpesh në kafe, takona me ta. Edhe është ndjenjë shumë e mirë, sepse është shpëtu një familje. Edhe janë me fëmijët e tyre dhe jetojnë bashkë. Po besoj që prej krejt këtyre punëve të përditshme që i keni, pastaj është kjo pjesa që ju përmbush më shumë, ndoshta kur keni një rezultat, ju ka ndodhur shpesh me humb ndonjë rast si e përballoni? Humbjet janë të vështira, por mendoj se mas çdo humbje bëna më e fortë dhe për rastin tjetër luftoj më shumë. Cilat janë ndoshta ato forma që i merr Majlinda para se të përgatitet për një seancë gjyqësore? Si po mendon forma? Ndoshta gjitha ato pika që i mendon, gjitha ajo forca që në seancë ndodhin të papritura. Edhe çdo herë do të më kanë profesionalisht e përgatitur. Për çfarë do kundërshtimi, çfarë do që të ndodhë gjatë një shushtimi gjyqësor, do të më kanë e përgatitur. Por është të sfiduese. Në themi që është edhe një punë pa orar, për shkak që i cekët që gjatë tërë kohës keni takime edhe me klient, mund t'ju thrasin orë pa orë, themi, ashtu jo vetëm gjatë orarit punës, gjatë kohës kur jeni në seanca gjyqësore, sa ka qenë e vështirë kjo për juve në fillim, ndoshta që me mësu me këtë rutinë të jetës? Ka qenë e vështirë, por falë bashkëshortit dhe fëmijëve jam kom dalë, edhe është shumë sfiduese, edhe nëse nuk ik takime non-stop ose seanca gjyqësore, non-stop telefoni. Po tash na u ka bërë rutinë e jetës, jena mësua dhe ja dalim. Nga të gjitha rastet që i dëgjon në përditshmëri, ke rastet të ndryshme me dhunë familje, me divorc, janë shpesh ndoshta raste që hapen nga gratë, sa ka filluar ndërgjegjësimi i grave në përgjithësi? Po, ka fillu, hapen shumë shpesh, edhe zakonisht më shumë kena ones personalisht po foli për veti, kemi pa di për divorc nga ana gjinisë femnore sa nga mashkujt. E teke edhe më herët atë mbështetjen e bashkëshortit, edhe fëmijëve, janë ndoshta vajzat të orientuara në këtë profesion, apo? Jo, vajza madhe është në fakultet në UBT shkenca kompjuterike, edhe pse është shumë e interesume dhe non-stop më pyet për lloj-lloj për raste, por në shkaku i konfidencialitetit të rasteve dhe mos ngarkesa e tyre në shtëpi, atëherë mundohem që jam t'i las sa më larg profesionit tim. Në përgjithësi, për shkak që gjatë gjithë kohës jeni shumë me angazhime, sa jo ndihmon ndoshta tash kjo pjesa e verës, një pushim veror që ndoshta pak të shkyqen nga ky realiteti i përditshëm? Pushimi është mirë së ardhën, po i kena shumë vështirë të caktojna kohën kur mujna më shku, sepse na jena mbarën nga seanca gjyqësore, edhe nuk mundëm të cekom sakt kohën, do të lajmë zavendësime ose diçka, po mirë ja dalim. Dashur, ishte shumë kënaqësi që të kemi sot në studion e fundjavës. Faleminderit. Faleminderit shumë për kohën. Gracias edhe inja. Faleminderit. Besoj se do shihemi prapë. Faleminderit.